Ymrit çka I ka bën, një ymër e ka kaluar në dunja. Një ymër, kalon ymri 70 vjet, 80 vjet. Një ymër mesatar e ymrit I umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është 60-70 vjet. Mesatarja është 60-70. Dikush po jeton 80, ama këshyri dhe ata që po jeton 40 edhe ma pak. Mesatarja është 60-70. Ymrin shka I ke bon robi Zotit. Prandaj duhet ju tham të gjithëve juve, si çdo gjuma, a dini sa shok, 3, e ju pleq, sa pleq keni, të cilët akoma një namaz nuk e kanë falë, akoma një herë një abdes se kanë marë, as një herë në xhami në shtëpitë Zotit s'kan hi. Çush kemi me dalë para madhnisë Allahut xhalla xhelalu. Prandaj jep ju kurajo edhe insistoni edhe predikoni fjalën e Allahut, edhe tregoni ju, friksoni ku keni me shkuar pa namaz. Pa din e iman jetë vallahi ai që pa namaz. Apo vdesin njerëzit e na po detyrohemi në për ato familje me shkuar me ngushllue edhe me bon dua tu e ditë që kur kryet sejdë s'kara, inshallah me din e me iman. Ata po e pëlqen tani ata të familjes, ata pe din çfarë kanë. Inshallah, ti japi 20 euro në fund kur dalësh ti që ja ke bon këtë dua. Edhe inshallah. Ose ajo familja tjetër 7 ditia thirr hoxhën këno çdo nat Jasina. Çdo nat. Çashtu tradita jona kjo. Islami traditën e sulmon nëse nuk është paralel, parimor me islamin. S'ka tradit. Islami ka rregulla dhe parime. E Allah I na pështoft. Prandaj ju çka keni shok, gjithmonë predikoni, kallzoni ju pa namaz, nuk hyhet në xhenet. Shtyllat kryesore është e dinit islam namazi. Nuk ka me ecë robi drejt gjykatës e Allahut pa hin pyetje numër 1. Ymrit çka I ka bo, o robi Zotit 70 vjet, 80 vjet. Hala asnjëherë abdes s'ke marr? Hala në sejdë asnjëherë s'ke ra? A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka ardhur agjëz vet që ka vdek kafir Abu Talibi. Ka vdek pa din pa iman. O agja jem, thuj veç la ilaha illallah, që t'jem ispat për ty ditën e kiametit, që ke thonë, bare la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah.